U promovua në Gjirokastër Enciklopedia e filmit shqiptar 1904-2022 me autore studiuesen dhe arkivisten Irini Asjeri. Kjo vepër studimore dokumenton historinë e filmit në Shqipëri që nga sprovat e para në fillim të shekullit të 20 e deri në bashkohësi. Autorja rrëfen se ky botim është rezultati një pune disa vjeçare referuar nga materiale burimore të marra në arkivin qendror shtetëror të filmit. Në fillim fillova të trajtoja filmat artistik sepse ata më dukeshin shumë interesante edhe sepse për ta kishe shumë kërkesa, jo vetëm për filmin, por edhe për dokumentacionin shoqërus, që do thot premiera, çfarë dokumenta kemi, çfarë festivale ka marrë pjesë, në cilat gazeta është folur për këto filma, gjë që do të shërbente edhe lexuesve. Dhe unë gjeta pastaj dhe të dhëna të tjera që kishin skenar që nuk ishin realizuar, projekte të tjera për filmin Skënderbeu që nuk ishin realizuar. Irini Asjeri thot se kjo vepër shërben si referencë për studiuesit e studentët e artit të shtatë dhe përmes saj synohet të ruhet kujtesa kulturore e vendit. Kanë një rëndësi shumë të madhe, jo vetëm për lexuesit, të artdashësit, por edhe për studiuesit, sepse nëpërmjet saj hedhim dritë se si lindi kinematografia shqiptare, çfarë filma janë realizuar, me çfarë tematike, shikojmë periudha të ndryshme deri në 90-ën, pastaj pas 90-ës, krimin e Qendrës Kombëtare Kinematografike në 97-ën dhe shohim ndryshimin e trajtimit të temave, por është edhe një frymëzim sidomos për skenarët e paralizuar, për shembull, që janë rreth 400 skenarë të paralizuar. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin aktor, studiues, studentë dhe qytetarë të shumtë, të cilët vlerësuan kontributin e autores.